O ju musliman, që besoni Zotin hak, Islamin hak, bile jo, dijeni, nëse të tjerë nuk e din, se realiteti kësaj dënjaje është lajm, loj, o lahun dëfrim. Ose, o ju njerëz të tjerë, të cilët po mashtroheni në këtë dënja dhe masaj dënjaje. Qoftë në emën të Islamit, e që të e monafika që foli më herët, qoftë të tjerë të cilët nuk duan të ninë për fejnë qëllore dhe bojnë të rëvrap mas kësaj dënjaje. Dijeni ju njerëz, se kjo dënja nëse dënë me përthëku, me mbërthy, me dy fjalë me zbërthy, këtë dënja, kjo është laibun wa lahvun, është loj, wa lahvun argëtim dëfrim. La ilaha illallah. Të këhet nuk mund të kalën insani lehtë prej tina, pa ndalë, e pa me dytu për gjendjen e vetë, se cili pejnesh, e të familjes ti, e pas të edhe shoqërisë. Sa njeri në këtë dënja, luan, dëfrehet, arktohet. Dyja për e bëjmë bashkë ne, fjallorin tonë, të Shqipës, me fëmijët e vetë, me grunë e vetë, me pasurinë e vetë, me të mirat e cilat ja ka dhënë Zoti, me shoqërinë e vetë, me postin e vetë, me famën e autoritetin e vetë, dëfrim, arktim, shfryrë tepsheve, lojnë atan, lojnë kitan, knaqën atan, dëfrim kitan, arktim atan, ditë të shkojnë, muajt vitet shkojnë dhe enzan vdekja. Enzan vdekja. Sa njerëz në këtë dynja, enzan vdekja në këtë gjendje. Pa punu sen dënjet Zotit për ahiret, por të munu vështu shërjepshet, e të dëfry, e të lujt, e të knaq, e të arktu sa ma shumë këtë dënja. La ilaha illallah. Për sa njeriu në këtë dënja, dënjaja është vetëm kjo, dhe asë gjë ma shumë. Allah me përshkruan këtë dënja. Vërtet këtë dënja, nëse nalësh dhe përkufizohesh në ty mira dhe knatësit e saj, është loj dhe dëfrim. Po çdo loj ka fund, çdo dëfrim ka fund, çdo arktim ka fund, edhe dënjaja krejt ka fund. E pastaj kur vdes njëri prej tyne, që mileti e quan ylli artiste, qka dush thuj? Qka thuj? La gjumë, e la këta, qka me thonë? Mja përmen halat këqijat e ti, lojnat e tina dëfrimet. Thua se ja ka pa hajrin dikush këtë dënja. Aja ka pa hajrin për vete, sa ka në gjallë, por dënjaja i shkaj. Dëfrimet e tina, arktimet e tina përfundua. E qka me tani? Qka pas kësaj? Pra Allahu në nëqmon këtë dënjan për të në treguar neve se nuk ja vlen ju musliman më qmend masaj dënjaje, sepse s'jeni krijuar për te. Ajo është krijuar për juve, o ju musliman. Mos janë rëni, nuk jemi krijuar ne për dënja. Dënjaja është kriju për ne dhe këmë na shërbi neve. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسعا حلالا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar te bareke ve teala, qysh I përket të lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam I dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shokëve të tij dhe të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimaneve të cilët kanë ndjekur dhe kanë pasuar atë burr të madh derisa dhe kësaj dite dhe ata të cilët vijnë pas nesh deri në kiamet. Pastaj të nderuar, jemi edhe mënete në surat Muhammed, respektivisht në 3 ajetet e fundit të kësaj sureje të bekuar, në ajetin 36, 37 dhe 38. Të kësaj sureje të bekuar, ku I madhi Allah Azza wa Jall më lart foli për munafiqët, nxiti që robët e Zotit mos të përulen, mos të nënçmohen, mos të dorëzohen para dushmanëve të dinit, në veçanti kur kërkohet prej tyre me luftu, por të qëndrojnë kokëlart, duke kërkuar shpërblimin e të madhit Allah, dhe duke premtuar atyne se Allahu është me ta, tebareke wa ta'ala. Pasi që ceku se munafiqët nuk e duan gjihadin, nuk e duan sadakan, nuk e duan punë të hajrit. Në vazhdim, apo në jetët e cilat e kemi para vetes, I madhi Allah ua kujton muslimanëve, po edhe të tjerëve që duan ta kuptojnë, dhe që mas kësaj dynjaje bojnë turr e vrap, se këtë dynja është kur gja. Kur gja se është këtë dynja. Dhe se njerëzve I madhi Allah o lyp, o kërkan një pjesë nga pasuria e tyre për ta dhanë, dhe ata hezitojnë. E po që ja kishtë lyp krejt pasurin me dhanë, që këshën ba ata. Për të nxitur muslimanët me pas që të punojnë për ahiret, e mos të mashtrohen mas dëfërimeve, mas dhe lojnave, të pakuptimta të kësaj dynjaje, e cila të lënë balt, dhe asë gjë prej saj nuk merr insani, për pas ameleve të cilat I ka bërë. Në fund krejt të këtij fragmente dhe të kësaj sureje, Allahu I kërcënon muslimanët. Pse? Nëse ju vërtet ja ktheni shpinën dinit Islam, ju duket e panevojshme feja. Ju duket se ka dalë fale, ka skadu Arafat I fes. Nëse ju duket I panevojshëm shariati Islam, ju duket se një pavarësu,
s'keni nevojë. Dijeni se Allahu u merr juve, ose u amër dinin juve, dhe u sjell u jap dikujt tjetër, të cilët e mbajnë dinin hakikat. E tani ju e paguni. La ilaha illallah. Dini është e Allahut. Allahu e ka zbritur, e ka përzgjedhur për veten e vet, për robët e tij madhëruate, dhe ka garantuar se ka për të ruajtur. Me arab e pa arab, ka për të ruajtur dinin deri në kiamet. Shkojmë tek ajetet, të komente ajeteve më në detaje të shohim se çfarë na thotë i Madhi Zot te bareke ve teala, duke mbështetur Allahut, duke kërkuar prej tij ndihmë dhe lehtësim, dhe mbrojë nga shejtani i mallkuar. Ndaj them a'udhu billahi minash shaitanir rajim, innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun. O ju musliman, o ju musliman, që besoni Zotin hak, Islamin hak, bile jo, dijeni, nëse të tjerë nuk e din, se realiteti kësaj dënjaje është lajb, loj, o lahun dëfrim. Kaq. Ose, o ju njerëz të tjerë, të cilët po mashtroheni në këtë dënja dhe masaj dënjaje. Qoftë në emën të Islamit, e që të e munafika që foli me herët, qoftë të tjerë të cilët nuk duan të njën për fejnë qëllore, dhe bojnë të rëvrap mas kësaj dënjaje. Dijeni ju njerëz, se kjo dënja nëse dënë me përthoku, me mbërthy, me dy fjalë me zbërthy, kjo dënja, kjo është laibun wa lahwun, është loj, wa lahwun argëtim dëfrim. Sa herë në kanë ardhur këtë dy fjalë, këtë dy shprehje në Koran. Dhe kemi folur për to që nga fillimi, dhe për kuptimin e tyre, e që kanë disa kuptime. Ndër to, laibon është loj e pa kuptim, këtë me kalu kohë. Si fëmija vegjel të cilët luajnë diçka, me veç a babën nuk di me kallëzun. Vështën për lujna, nuk din, nuk kanë do një koncept qartë. Thjesht, loj. Loj. Laib. Wa lahwun është dëfrim, arktim, edhe është loj, ama loj e planifikuar, e koordinuar, e cila e angazhon edhe të tjerët. Lahu, sikur se puna e këtyne muzikantave, lahu në është ajo. Që të futet lahu, dhe krejt atyre të tjerëve të cilët e humbin kohën këtë. Ata mbojnë diçka në atë konceptin e tyne, ja marrin leke, ja fitojnë emën, ja diçka, por në çështjet e dinit ajo është zero. O ju njerëz, kishka po vraponi ju pasaj. Allahu po ju thot juve me marrë pjesë luftë, po i ikni. Allahu i përdhëron juve me dhanë fi sabilillah, po i ikni. Në anën tjetër, çka po bëni në dynja? Po vraponi mas mirave të dynjas, mas knatësive të dynjas, mas lojnave, mas dëfrimeve, arktimeve. La ilaha illallah. O Zot,
sa njeriu në këtë dynja, të këtë nuk mund të kalon insani lehtë prej tina, pa u ndalë e pa me dytu për gjendjen e vetë, se cili pejnesh, e të familjes ti, e pas të edhe shoqërisë. Sa njeriu në këtë dynja, luan, dëfrehet, arktohet. Dyja për e bëjmë bashkë ne, fjallorin tonë, të Shqipës, me fëmijët e vetë, me grunë e vetë, me pasurinë e vetë, me të mirat e cilat ja ka dhënë Zoti, me shoqërinë e vetë, me postin e vetë, me famën e autoritetin e vetë, dëfrim, arktim, shfryrë tepsheve, lojnë atan, lojnë kitan, knaqën atan, dëfrim kitan, arktim atan, dhe të qkojnë, muajt vite të qkojnë, dhe nëzën vdekja. Nëzën vdekja, sa njerëz në këtë dynja, nëzën vdekja në këtë gjendje. Sa? Sa të dush. Pa punu sen dynjet Zotit për ahiret. Por të munu vështu shërjepshet, e të dëfry, e të lujt, e të knaq, e të arktu sa ma shumë këtë dynja. Ko për ta. La ilaha illallah. Për sa njeriu në këtë dynjaja është vetëm kjo. Dhe asë gjë ma shumë. Asë gjë ma shumë. Innama l-hayatu d-dunya la'ibun wa lahwan. Allah me përshkruan këtë dynja. Vërtet këtë dynja, nëse nalësh dhe përkufizohesh në ty mira dhe knatësit e saj, është loj dhe dëfrim. Po çdo loj ka fund, çdo dëfrim ka fund, çdo argëtim ka fund, edhe dynjaja krejt ka fund. E pastaj kur vdes njëri prej tyne, që mileti e quan ylli artiste, çka dush thuj? Çka thuj? La gjurë, e la këta, çka me thonë? Mja përmen halat këqijat e ti, lojnat e tina, dëfrimet e ti. Thua se ja ka pa hajrin dikush këtë dynja. Aja ka pa hajri për vete, se ka në gjallë. Por, dynjaja i shkaj. Dëfrimet e tina, arktimet e tina përfundua. E qka më tani? Qka tani më? Qka pas kësaj? Pra Allahu në nëqmën këtë dynjan për të në treguar neve se nuk ja vlen ju musliman më qmend masaj dynjaje, sepse s'jeni krijuar për te. Ajo është krijuar për juve, o ju musliman. Mos janë rëni. Nuk jemi krijuar ne për dynja. Dynjaja është kriju për ne dhe këmë na shërbi neve. Andaj në dynja dhe të njëra të dynja se kena mjet, apo mjete në shëms, të cilat i përdorëm për nevojat të tona, qoftë edhe brenda dëfrimeve dhe arktimeve, brenda kujfeve të caktuar dhe sazat caktuara, qoftë edhe ato, nuk pëmohojmë krejtësisht. Por, kur duam i shtim gjep, edhe nuk bëhem rëb të tyre, nuk jetojmë për to ne. Ne kemi mision me të madh. Allahu i madhruar, në shumë vende në Kuranën në nëqmën dynjan, për shembull surat al-Hadid, thëtë Allahu e që në vije më vonë, i'lemu, dijeni o ju njerëz, أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد. Ati edhe ma gjënë e përshkruan, të shkurt, o ju milet,
Ya'lamu, dijeni, kuptojeni. Se kjo dynja është lajbun o lehvun që është thadhe këtu. Loj dhe dëfrim. Pa atje thë pastaj. O të fakhurun. Mo krenu, mo mburë para njëri tjetërit. Unë jam ma i mirë, unë ma burë, unë kam ma shumë, unë kam ma mirë kushtët, unë kam. Mo mburë njëri nda i tjetërit. O të fakhurun, o të kath, o zinëtun dhe zbukurim. Dhe mburje, krenarimur, lavdru njani dhe i tjetërit, o të kathërën fil amwali o l'evlad, dhe rivalitet, dhe me shtu pasurinë e fëmijët. Pra të cilë për kena ma shumë dënja, që kjo të njaja? Nuk e cekë Allah për të lavdruar atë dëjan këtu, dhe atje për të nënqmuar. E për të rëguar se burat legë, janë ata që menden pas dënjas, sepse njërë plot total e kanë humbur ata. E kanë humbur rrugën e drejtë vërtet, ju ka hub kibla atyne. Ata nuk kanë drejtim caktuar. Për ata, krejt ata, që ka një musliman, kërë pytër botën tjetër që qëjnë kratë. Po dhe, i qëjnë kratë. Ana nuk i qëjnë kratë. Ne qëjmë kratë në dijet Zotit, sepse nuk e dim që a bën me neve se individ. Se individ. Por, ne dim se me këtë rrugë hak, je drejt gjenet qënë. Dhe s'ka dëshim heq, e tani, ona jem i deni dhe ti aje i deni për gjenet, ti i benedi. Por e dim se kjo rrugë e jonja, fundin e ka në gjenet. Si e mjegull na. Na nuk jetë e mjegull. Na kem tarikën mustaqim të qartë. La ilaha illallah. Pra Allah i madhruar, e nënçmon dynjan për t'ja kujtuar atyne që bojnë çmenden për dynja. Se kjo dynja është loj dhe dëfrim me parkëte. Dhe nëse është e tillë, dhe kjo është e tillë, sepse Allah për përshkrua dhe sepse ne për shumë sytë tonë, aja vlenë robi më prish me Zotin për këtë dynja. Aja vlenë robi më prish me nanë, e me babë, e me shokë, e vllazni, e mitësi, me këtë dynjan. E me marë tensionin e shiqerin, e diabetin, e qismundja, atje, streset, depresion, o, Zotë madhere, sa me gjithlitarin veti, për çka? Për çka, more, për çka? Për diçka që ka me t'lanë në baltë krejt? Edhe nëse ki pasërin e dynjas, në baltë, dhe ki më ranë baltë, dhe ki me hynë baltë, dhe ki me bo baltë. Këptaj e dynja, ja jep hake dynjas. Martë, le t'vjenë mirë se vjenë. Po më sartë, ty bënkovët gali asaj njëtë se ka më mërzit. Ka që meselja. Sepse fundja nuk jemi kriju për dynja e përsëritemi dhe përsëritemi dhe i desi. Jemi kriju për ahiret. Allah na përdor për ahiret. E jo për dynja. Pra taj madhe Allah, ta që drejtohet muslimanët tamam. A ishte për të gjithëshme. O in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. O ju musliman, nëse ju e keni besuar dhe besoni Zotin hak, pejgamberin hak, Kur'anin hak, Islamin hak, wa tattaqu dhe ju ruhani harameve, dhe bëheni rab të dëvatshëm, e dëvatshëri dhe me thamë i kry farzët, dhe mi ju ikë mi shpang harameve, yu'tikum ujurakum, o ajap Allahu shpërblim për punët e mira që i bërni, që shkoj asë gjë poshtë të Zotit. Pra, lëmeja dënjan, respektivisht, mësë zhëtni e më mbytën te, anë pëse s'ke qare pahes për te, por do të mëruj për fitneve të saj, prej lakmive të saj, prej valive të saj, sepse shumë letë mundesh më fundos. Sa njeriu ja ka nisë për pak me notue,
në valë të kësaj dënjaj dhe është fundosur dhe ja ka harrua dhe dyrë të gjamisë se si duket. Sa njeri ju ka qenë dhe vazhdon tjetë këtë dënja. Dënjas me rrugë të ndryshme, anë biznes, anë politika, anë ku diju në forma të ndryshme atje, anë fama, në artë, anë sportet e tjere. Por e ka gëllti dënjaja dhe është fundosur. Tani e nëzirë Allahu dhe pëndohet para se me vdek, a pënzem vdekja në gjendë është mes ti dhe mes krijuesit tina. Pra Allah për dhëtë, o ju musliman, nëse ju e besoni Zotin hak dhe jeni bëheni të devotshëm, jeni të devotshëm takwa, devotshmëri me kry farzat, me shmang harameve, yu'tikum ujurakum, o aja pa Allahu shpërblimin për imanin e ju, për devotshmërinë e ju, për amelet, veprat e juaja të cilat i bëni. Kështu që ne shpresojmë te i madhi Allah për çdo vepër të vogël të madhe që e bëjna dhe për çdo rezistencë që e bëjmë dhe ikje, shmangje, distancim për këqijave, për harameve, për fitneve, shpresojmë te i madhi Zot që do të shpërblehemi për to, sepse ai po na premton. Wala yas'alukum amwalakum. Dhe Allahu i madhruar nuk ua kërkon juve krejt pasurinë e juaj për ta shpenzuar fi sebilillah. Nuk ua kërkon. Rahmeti madhe i Allah, këta dhe ka thonë, e ka ditë Allah, se së në përballon robi, nëse Allahu e ja lyp krejt pasurinë e tina, andaj se ka obliguar. Wala as'alukum amwalakum. Dhe Allahu nuk ka lyp juve tërë pasurinë juaj me dhanë në emën të devotshmërisë së takvallokut. As për gjihad, as për farefesa, as për fukara, as për kërkat. Madje as gjysmën e pasurisë nuk ka lyp Zoti. I mëshirshëm është Allah. Ndaj robëve tina. E ka ditë se pasunia është shumë e dashur, s'ka thonë katade. Andaj i ka mëshiru. Për ata Allah thot në vazhdim, e yas'alkumuha feyuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Po që se Allahu, sikur se t'ua kishte lypur juve, krejt pasurin me dhanë fi sebilillah, në gjihad, në fukara, sadaka, ku të kërka nevoja? Ku të lypet nevoja? Ku të lypet nevoja? Po t'ua kishte kërkuar Allahu juve, muslimanëve, me dhanë, mja vot detyr, obligim, dhe mju detyrue, me dhanë tërë pasurin, të bëkhalu, do të ishe të reguar këprac, të mahqar, dorë shtrenguar, wa yukhrij adghanakum, dhe do t'ua kishte nxirr në pah orrejtjen e juaj. Dhe si rrjedhoj, i shumë hinë gjëna tani të gjithë ne në përjashtim të një numër të vogël të muslimanëve si Abu Bekri, ata sahab kanë. Dhe kur pejgamberi ju lypi pasuni, sa dhanë? I vetëm Abu Bekri dha krejt pasurinë. Për atë kur e pyeti ai bekuar alayhi salatu wassalam, çka i lati familjes tona, tha ja lash Allahun dhe pejgamberin e tina. Islami është më e rëndësishme se familja jam. Ai është Abu Bekr. Pejgamberi se lypi krejt, pa i dha krejt. Për ata Omeri, radiallahu anhu, thotë, unë kam mendu, jam përpjek me kalu Abu Bekrit, për kur e pash në velen e tina, thash, s'kjo njeri që s'me ja kale e tina dhe krya e punë.
Osmani dha 900 deve dhe atje për luftën motës atje të Bukut atje përgatitin luftën devet armët ushqimin hajte sa që pejgamberi tha Osmani më le të bën çka don nuk ki shkruan kalemi atina Osmani ka të garantuar xhenetin thuaj që është dush nuk i bën dëm Osmanit asnjë veprim këtë dynja mas saj punë të madhe që e bëri Qua të gjejshu në osre. Por prapësa Osmani se dha këtë pasunin, i me të halasho. E Allahu po thot këtu, po tua kishte kërkuar ju e Zoti pasurin, me dhanë krejt. E ka ta dhe cekëm, ka thonë, e ka ditë Allahu se pasunia është dashur të insani. Andaj nuk ja ka obliguar krejt me dhanë. E këtu Allahu po thot, po tua kishte obliguar, tua kishte kërkuar Zoti, ki me dhanë, tua kishte shtrëngu, s'ki qare pa dhanë, për ndryshe të qenë gjehnem, në çdo me dhanë. Amo, një pjesë e madhe i shëmran sprovtran. Për ata pa thot, Allahu ju kishte shfaq juve kopracia. Ishte bërë koprac, dahmaqar, dështrënguar, dhe kishte dalë në pa o rejtja juaj. Me dalë rejtja njeriu mund me rejtë dhe dinin. Dhe runë azat, men që me vetu se vapë, vetën gjena dhe bëha kje del për dini krejtë. Sepse me rejtë dinin, del për dinin. Por mshirat madhët Allah ka bërë që rëpë mës për ngarkohe sa s'mu në bajnë. Pra të Allah nuk lypi nesh as gjysmën e pasionis, as një tretën e pasionis. Në lypë Allahu e zeqatën me dhanë dhe sadaka, musliman dhe tafërmeve. Dhe këte për ty, më të këthy ty e mira. E asaj pasionie. Por shëmicën absolutet sajna, ma e për veti, inshallah njëhesh, veç frizon halal. Hamu një pjesë, dëhet me dhanë që e quajmë një zeqatë, apo që quajt zeqatë. La ilaha illallah. Ha antum haulai tud'aun li tunfiqu fi sabilillah. Tash me vërtetu këta hala më thjesht, thot Allah drejtohet Allah thot ja, jo musliman. Veç po thirreni, po ftoheni, që të jepni bëni infaq fi sabilillah me dhanë rrugt të Allahut, për në përgatit luftën gjihadin, po edhe të tjerat. Veç po kërkohet për juve. Feminkum men yabkhal. Dhe Allah për lyt, për kërkon ju atin e për pejgamberi tina me pregadit, më bë gati për luft atje, me dhanë për luft, ju nuk pa jepni. Një pjesë e juja po të rgohen të hmaqar, koprac me gjithse po lypet për i ty në pak. Po qka do të kishte qenë, qka do të kishte vepruar ta sikur se të ishte lypi i ty në me dhanë krejt? Së kështë në dhanë heq, dhe ishin hinë gjëna, dhe ishin ngarku. Pra ta Allahu thot, vazhdim, wa men yabkhal, fe innama yabkhalu an nafsi. Ai i cili është dorështrënguar, ai i cili është koprac, e ka për veten e vet. Pse mos për lyp Zot atina pasurin për vete Allah? Kur thot neve Allah jepni ju njerëz, falë namazin, jepni zeqatin, jepni fakarave, jepni aty një. Ja, po na thot neve që po ka Zoti nevojë për veti, apo po na thot neve për të mirën ton, vëllezërve, shoqërisë ton, të afërmeve ton. Mos e lërezu me njerëz, mi ndihmu njerëzve për i pasurisht ta ka dhënë Allahu. Andaj ai i cili e shtrëngon dorën e ka për veti, sen Allah dëm nuk i bën. Për ata Allahu thot në vazhdim, wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara'u. Allahu është i pasuri. Ju jeni fukara, na jena fukara. Insan është fukara, Allahu është i pasur. Andaj nëse thua, unë jam fukara, ke fol tamam edhe nëse ki gjepat plot dhe kanton plot miliona atje. Ti ke fol tamam me terminologjinë koranore. Sepse insan dhe nëse milioner prapë fukara. Fukara do me thonë nevojtar. Nevojtar për rahmetin e Allahut. Sepse s'kin dorë tane kur gjan.
ama as gja, as vetën tane, as frimarin tane, as gjuhën tane që pa flet, as qelizat tua, as gjanë dorë tane s'ki. Çdo gjë është në dorë të Allahut. E çfarë pasë një ti kurse s'ki kur gjë në dorë tane dhe atë që ki është një shfrytëzim, e ke shfrytëzim dhe kur do në ta merr dhe më këndes ta kesh thonë me desh të klen me shfrytëzu më knas. E çfarë pasë një ti? Çfarë pasë? Je i pas kuptim figurativ. Dërsa kuptim real, ti je fukara. I pasur i vërtet është Allahu. Allahu është i pasur. Wallahu el-ghani, Allahu është i pasur. Të ti janë qejtë dhe toka dhe çfarë ka mes tyre. Dhe mbi to dhe nën to. Dhe kjo gjithësi është i tina. E ai është i pasur. Wa antumul fuqara, ndërsa i njerëzve në fukara ju ke nevojë për Allahun e madhruar në çdo lëvizje juaj deri në vdekje, po edhe mas vdekjes. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Dhe në fund të këtij ajeti dhe në fund të surës krejt, Allahu i madhruar i kërcënon muslimanët dhe ju thotë: nëse ju musliman i ja ktheni shpinën Allahut në mënyrë figurative. Dhe kjo është shprehje drejt në thonë, mos ja kthe shpinën Zotit, mos ja kthe shpinën nanës e babes. E përdor populli këtë. Mos ja kthe shpinën nanës e babes. Në fakt për të kthena shpinën nanës e babes në kuptimin real, për kuptimin figurativ, ti s'bëm ja kthe shpinën nanës e babes. Pra, mos ja ktheni shpinën Zotit. O, ju njerëz. Sepse nëse ju ja ktheni shpinën Allahut, nëse ju mendoni se pavarësoheni prej dinit, se s'keni nevojë për din, se s'keni nevojë për shariatin e Allahut, se s'keni nevojë për Kur'anin e Allahut, dijeni mirë. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum, dijeni se Allahu undron, bukfalisht undron juve me një popull tjetër. Pra u amër dinin juve dhe e jap dikujt tjetër, ose ju shkatërron juve krejt, e dinin e përcjell te një popull tjetër. Thumma la yakunu amthalakum, e pastaj ata njerëz të cilëve Allahu ua qen Islamin, o jap Islamin, nuk veprojnë sikurse jo, me qenë dorë shtrënguare, më kujtu 2 herë, 3 herë, 30 herë, a më falë, a më agjërua, me pranu Kur'an, se pranua, a kejti i nevojshëm i përshtatshëm një pjesë e tina për një pjesë joje, a më s'ka dua fati kësaj feje, dhe. Ja, ata tjetë e kam për ime, tani. Ata e kapin dinin për ime. La ilaha illallah. Pra, me kita jetë Allah u kërcënohet muslimanëve në atë kohë, po edhe në kitë kohë dhe në çdo kohë, por në anën tjetër i përgëzon në mënyrë të përgjithshme muslimanët se ky din ka me hecë. A ecën në Ballkan, a ecën në Azi, a ecën në Afrikë, a ecën në Evropë, a ecën në Amerikën Jugore, në Antarktika, në Rusia, këto ka është të Zotit krejt. Ne nuk e dim, ama dini ka me hecë. Edhe një popull dinet alen sa Zotit nuk i bën. Dhe ka ndodhur historitë njerëzimit që 1500 vite plot popull kanë qenë edhe me shariat, s'ka din më të ta. O ka marrë Allahu dinin, kujtone këta jetë, kur të ndëgjoni, të lexoni, të vizitoni shtete e shoqërisë që në një kohë kanë qenë krejt në Islam, krejt në shariat. Dhe sot nuk ka në Islam, nuk ka shariat, pas ndo 1-2 vit talebe, studenta, punëtora, tregtara, vizitora të tjerë. Kujtoni këta jetë. La ilaha illallah. Ka në hadith të Tirmidhiut, që se ke Abu Huraira radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka lexuar këtë ajet kuranor, i kanë thonë: ja Rasulullah, kush janë ata njerëz të cilëve Allahu o jap dinin
nëse na mërë neve. Selman Farisiu ke atë edhe arrej krahen, tha që kë dhe populli tina. Që kë burri, që ka pejpërsisa, nuk është arab kë nuk është as korejshit i Mekës, kë o persian, fund dynjas atje, ama ka dinin për i me. Se dëni juja e pa Allahu, këti dhe populli tina. Disa kanë thonë, se janë për qëllim persian dhe romakt. Romakt e që jena napi romakve. Napi ty në jena. E disa kanë thonë, janë për qëllim jemenasit. E disa kanë thonë, janë për qëllim tabinet. Gjenerata e dytë, nëse ju nuk i përmbahni gjenerata e parë, që pisbret Koranit dini tamam, u hamër zoti, u hamër ju e shpirtat krejt, dhe krijon një gjenerat tjetër që mbajnë islamin tamam. Disa kanë thonë se jetë është i përgjithshëm dhe Allah halem kjo është hak. Jetë është i përgjithshëm. Se mbajnë atë dinin e shqiptarët, Allahu në ruajt. Pse problem? Problemi është për neve si individ, po për islam jo. Ja pa Allah dikuj tjetër që ja din kimjetin, ja din vlerën, e qmon, e dën, e ruan, i përkështohet dhe përhap. Dhe kështu ka vepruar derisa të kësaj dite. Dhe subhanallah, kjo ligj i Zotit, premtimi i Zotit është ligj i Zotit. Sa kontributet e mëdha ndini bënën persiante, romakte të tjerë. Në sa shkenca u akalua në arabë. La ilaha illallah. Edhe sot. Ata atje shumë herë e përbuzin dinin. Por sa e përbuzin ata atje dinin, Allahu ngri dinin tek lindët e këpërëndën vende tjera. Aty një u amerë, se s'pëdoj, anë u aheb dikuj tjetër. Dhe dalin figura, dalin gjenerata, dalin shoqëri të reja, të cilat të përqafojnë këtë din, lindje dhe përëndim, verë dhe jug. Pra që i ka ligjë Zotit. Për atë një, nuk mune me ligjëve të Zotit, andaj edhe thejme se mundësit janë të mëdha, që këtë din me lullue, apo me lullzue andej. Edhe nëse vjen duke fikur, duke përshymur, apo duke shymur, apo zbehur, atje ku ka zbritur, apo në atë zonë atje të atyre vendeve që flasin gjuhën e Koranit, thejthën vetin se jenë arab dhe marrën vesh Koranin, e ata mas i lartin dynjati për Koranit, as përse afer me se afrohen Koranit, madje dhe orrejni pjesë e madhe ty në Koranin, po nuk e dëmtojnë Koranin as islamin. E rëndësishme për neve me kuptu këta ajete koranore, e rëndësishme për neve gjithashtu është me kuptu ligjet e Zotit, e rëndësishme për neve gjithashtu me falendrua Allahun që Allah na ka zgjedh neve dhe na ka rujt këtë din, nuk na ka marr. Veç kthehuni 200 vjetë, 150 më herët dhe shikoni sa shtetet për rreth nesh kanë qenë musliman. Shkuan. Kemi qenë edhe ne kandidat potencial, apo mundësia ka qenë shumë e madhe, që dhe ne me pas atë fat. Të mirë, por Allahu ka lëshu rahmet. Edhe me gjithë vuajtjet, e sakrificën, e përpjekjet, e më dha, gjigante, dëdhënshme, për të shkatruar këtë millet, namen dinin janë rru. Dinin janë hje këtyne, me i gjëvesh për fjallës la ilahe illallah. Sepse po, mës të kishën pranuar shqiptarët islamin, kush këtë dynja si kishë kucë. Këtë din të tanë, a nëpse nuk duan të pranoj. Kush si kishë
Si shtë shfaq asë një problem. Që do që tjetë, rryma kanë kaluar, vështirat kanë kaluar, dëvënshmet kanë kaluar, tani jem të lirë, falë Allahut, me adhuru Allahut, po, një pjesë e njerëzve mrana neve, rrëth neve, nuk ja u kama, por, neve s'mund të në ndalën shqyqërë Zotit, me adhuru këtë Zot, e me majtë këtë din, e me knasë me këtë din, e me folë për këtë din, e me apërcjell të vlerat të këtë dinit të tjerve. Elhamdulillah, natë e ditë. Dhe kemë rëtën falendrim të veçantë. Dhe ja 23-4 vjetë, dhe të rënë gjamia e rënëj, 10 milioni i deboj, po të rënë të dhe pak pat me rënu dhe tjera gjamia, e nda në gjamiave, që ka me bon tani? Pse që në zonë në dhe në gjamia? Por Allahu në kthej, e gjamia të rikthej, e gjamia të dyfishoj, e gjematën e shumë të shoj, e islamin e ngritë, elhamdulillah, dhe të ngritet për shtetit. Elhamdulillah, vetë ma vetë Allah. Falendërën dhe Zotin, sepse me falendërim ruhen një metet. Ruhen një metet, nuk ruhen me qelis, me ark. Në metet Allah të po një runë të i fut në ark, por ruhen të falendëru Allah. Të falendëru Allah, në e runë Allah në metet, dhe në ishte një metet. E një meti mëjma dhe jonë është që jena musliman. Elhamdulillah. E themi para dënjas, dhe këna me thamë dhe të të themi deri në vdesë. E të të naqua, dhe të në etiketoj qysh të dojnë. E vërteta është një, na jena musliman, dhe mbi islam s'kem kur gjatë. Asë gjatë, ma të shtrejt, ma të shajt, ma të dashur, ma të shmuar, për shpirtat e zemrat tona, nuk kem. Dhe asë që duam të kemi që. Krej tirat janë brenda dhe pjesë e këti islamit. Allahu në ruajt këtë din, e në fërcoftën këtë din, e në bëf me kuptu këtë din, dhe me punu me këtë din, me së qelësi, e me urtësi, e me maturi, ja Rabbel Alemin, wallahu alem, dhe alhamdulillahi Rabbel Alemin, dhe fillojmë insha Allahu ta'ala, ja dhe tjetër, me komentin e surës al-Fath. Dhe atëherë, i lëmë në emanetin Allahu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.